është njësoj që të futesh kotec pulave 2 gjela. 2 kam merë me ide, thashën. 2 kam merë me ide. Faleminderit kryetar. Faleminderit dhe ministres që si rrallë nga këta ministre e tjerë dënjojnë të vi këtu, pse ne deputetët dukemi që kështu si të lodhur. Shikoj që trupi diplomatik ka gjitha të precedenze për përsi se do këto avantazhimet ekonomike, vetëmi kategori që ne i japim dhe rrim po të lodhur që s'kemi zy, presim 20 kafe, janë vetëm deputet. Dhe ne kemi në qell namin, po në djel gjitha tjera. Pra, do të kesh i zyr apo i cop letër kështu, do të hysh borxh të gjithë sekretarit tu po të dhanë i cop letër në stjo laps. Tani me ty të kjo pjesë, me akademin, tani të filloj me akademie se më stucikoj shumë se kam kaq kohë që i gjoj, pak të 2 mandate që i gjoj këto, të 2 mandate që i gjoj akademin. Të kjo akademia juaj, a do hy dhe kjo akademia e barimet, pra do të hapi eksperiencën këto që i kam propozuar dhe akademinë e barimet, sepse edhe kjo kështu ka qenë për në Europë. Mos kthehet gjithë kjo akademi si ajo propozimi që bëri zonja Kripca fillimisht, edhe kthehet gjeli me një thel. Tani unë pyetet i kam lexuar një relacion e nderuar zonja ministre të diplomatëve, po dhe do ta filloj një herë nga fjalimi juaj se e para njerë thatë që gjithë të ndryshimi geopolitike, dhe me thënë, i gjithë ligji fillon me ndryshimet mëdha geopolitike. Dhe ju thatë që këto 10 vite futi ka ndryshuar shumë bota, edhe Europën të veçanti. Po sa vite keni pushtet ju që se keni 13 vite, tani kuptuat ju mas 10 vitesh dhe 13 vitesh tuaj që bota pas ka ndryshuar? E para kjo. Dhe me thënë, të gjithë ta që ishin para jush, ishin ngelen me kohën e ati që kështë faj. Nuk keni bërë një ligj 2015 në nderuar ministre. E keni ju, ligjin fuqiesh i 2015. Tani, pyetja e sinqertë është, çfarë nuk ka funksionuar te ky ligji që bët po ju në 2015, sepse ne qëllum demode me ligjin 98 se këtë mëra. Mirë në demodet, ju e sonë 2015, çfarë ndryshoi? E dyta, pse në relacion, pse nuk ka ky ndryshim, pse mungon ky në relacionin që shoqëron këtë ligj? Pse nuk e ka përcaktuar në relacion qartë, apo vazhdojmë të themi që Europa ka ikë përpara 10 vjet. Tani me që pas ikë shumë përpara Europa, a mund të kemi pyetje se cilët vend nga këto signifikativ europian i bazohet ky ligj dhe ka një ligj të tillë? Kush? Na shpana e citove për akademinë. Dakor. Tani kalojmë te akademia, kalojmë te ligji. Cili vend europian ka një praktik të tillë që ka dhe ambasadorat hoc, pra dove 2 ka bërë me der e tjerë me radhë. Kush nga këto vendet europiane ka? Ky ligj, se për edhe pak diskurs në gjykimin dhe të gjithë trupës diplomatike, zhvesh nga ana profesionale, të gjithë të trupë diplomatike. Pra ligjet e mpashme në 98 se ka pas 20%, ju do ta forconi 2015 për 20 deri maksimum 20% nga trupa jashtme. Pra, që vinin jashtë sistemit. Tani po hiqni fare. Tani çfarë ndryshimi ka? A duhen me testet për ses? Ta bëjmë me që kishte edhe propozim, ta bëjmë dhe në një propozim me që ishim edhe në mendim. Ta bëjmë mendim, ore fusim gjithë ato për ses, dhe heqim gjithë ato diplomatë që nuk ka bini se ju. Do me thënë, ti, si ministre, merr një kompetencë, duke emëruar ambasador ad hoc. Ti vesh ati që hash atje dhe ambasador tjetër. Pra, kur nuk pëlqen ai se ka mendime ndryshme diplomatike, ti si ambasador i viket një ambasador ad hoc atje. Në ambasadë, sepse kesh një konferencë e paqes apo dali kjo e Gazës, apo ku e di unë. Kështu do funksionon? Po çan këto që do hyjnë gjithë këta të rinj, tazet të rinj mund të hyjnë gjithë këta sepse pas ka qenë OKB, YZZ etj me radhë dhe mallëngjyen këta do shërbejnë për Shqipërinë. Ore, po shi ha këto pralla me mbretën e. Tani si ka mundësi që do hyjnë për provim dhe do testohet gjithë trupa diplomatike
që ka mbi 10 vjetë e kusura, po ka 1 jetë do hykën provim. Pra, ta të rinjë s'ka nevojë për provim, se ta kanë qenë OKB. Këta gjithë që ka 1 jetë këtu të do hyn provim, si në klasë parë. Dhe kush e ta bëj provimin? Partia punës. Do me thënë, ka të kriteri parë, nuk bëngë. Si shëndodhi me gjithë strukturët e tjera, po i më do bë. Të më thënë, ka 30 jetë që shërben, tani do hy dhe një provim. 2 gjutë huja, thuj. Për bebe 3, ne? Po ty të ka ikë gjithë përse janë diplomacia, ullësike, pare mërimet e fundit i dhe shie, tani më lera hata e buri dhe. Të e thuj, që isha mirë. Tani puna e ambasadorve, për mua është shumë e rëndësishme, shumë e ndjeshme. Kush vend e Europës e ka dhe një me këta 2 ambasadorë? Kjo është shumë e rëndësishme për të ditur. Pra edhe pavarësisht atë hok, pa hok, me hok, ja jam dakord unë për rritjen e pagave atyre, pa tjetër, se s'mund të marrë 700.000 lekë një ambasador. Dhe kjo është normal. Por, është njësoj që të futesh kotet pulave 2 gjela. 2 kam merë me ide, thashën. 2 kam merë me ide. Shkon? Nuk shkon. Logjik. Dhe pyetja është, me gjithë besimin me që to 1% e këto i keni hequr gjitha, pa tjetër ligjin këto, akademit e këta. Pyetja që bëjnë gjithë është, dhe që po të bedhe unë, zoja ministre, a mund do të ketë perspektivën ky ligj për të bërë ndryshime si që keni bërë ju në imazh, si keni qenë në opozit, edhe tani, pra do kemi këtë ndryshim drejtësor, a bën ky ligj këtë ndryshim drejtësor? Faleminderit. Faleminderit, zoti Koreshi, e kishte pyetje diskutim gjitha bashkë, ju zonja ministre mund të përgjigjeni. Po. Zoti Koreshi përgjithësi krahasimet i ka bukolike, me fusha, me e të tjerë, në rregull, shumë mirë, bëri krahasimin edhe të akademive, e prisja në fakt, atë krahasim mes akademive, po se cila akademi ka takatin edhe detyrat e veta, i nderuar kryetar, kështu që këtu s'mund të ketë asnjë lloj përzierje përveç dëshirës për një ajër të pastër bukolik në këtë sallë të mbyllur të Komisionit Ligjeve. Tani, po i bën të këndshme këto pyetjet, ndërhyrjet Zoti Koreshi, lutem. Edhe diskutimet bashk. Sa i takon akademisë diplomatike? Pra, dhe njëherë, sot Akademia Diplomatike nuk është në nivelin që i duhet shërbimit jashtëm dhe Ministrisë për Europën dhe Punë të Jashtme, se është një sektor periferik në ministri që nuk ka absolutisht asnjë rol të qëndësishëm në punë. Dhe besojmë që modelet që ne kemi marrë, doja ti citoja me që zoti Koreshi kërkoi listimin, Lituani, Estoni, gjitha vendet baltike që janë edhe vende të ngjashme sa na takon, edhe për masave të shërbimit të jashtëm, edhe shpejtësisë me cilën komunikojnë, Kroacia, Slovenia, Spanja e tjerë. Pra, sot të paktën në Bashkimin Evropian nuk ka një shërbim të jashtëm që nuk ka një akademi diplomatike të këtyre përmasave dhe të këtij modeli. Pra, ky është qëllimi. Ndërkohë që u fol për risit që sjell projekt ligji dhe pse ligji është i 2015-s, po ndryshohet, është e qartë. Ky ligj nuk shfuqizon vetëm ligjin e 2015-s për shërbimin e jashtëm, por edhe ligjin për ushtrimin e funksioneve konsullore nga përfaqësitë diplomatike ose konsullore i vitit 1998. Pra, ligji për konsulatat është i 1998-s dhe ne kemi parë të arsyeshme që në këtë ligj të bashkohen funksionet dhe të shfuqizojmë të dy ligjet duke bërë një dhe duke draftuar një projekt ligj i cili rregullon më mirë fushën e kompetencave të shërbimit jashtëm dhe marrëdhëniet me institucionet kushtetuese, qendrore, vendore, sa i takon marrëdhënieve me jashtë, zgjeron hapësirat e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional në fushën e marrëdhënieve me jashtë dhe në përputhje me dinamikën e zhvillimeve
të këtyre marrëdhënieve dhe rregullon në mënyrë më të qartë procesin e emërimit dhe përfundimit të mandatit, të kreut misionit diplomatik, të postit konsullor, të personelit diplomatik dhe konsullor, forcon kriteret profesionale për rekrutimin e diplomatëve të karrierës, bazuar në nivele diplomatike, pra bën të kundërtën asaj që u tha këtu. Për herë të parë fut si koncept ligjor jo vetëm krimin e akademisë, por si institucion varësie, por përcakton më qartë përfshirjen misionet diplomatike dhe postet konsullore të personave jashtë karrierës diplomatike. As ligji 2015, as ky ligj nuk ka patur përqindje rekrutimi në përbërje, mundson pranimin në shërbim në jashtëm të shtetasve me përvojë në organizata ndërkombëtare publike në pozicione ekzekutive ose drejtuese. Dhe duke ju njohur atë periudhën për efekt të njohjes së gradës diplomatike personale, por edhe të procesit të rekrutimit, siguron pastërtinë e figurës, krijon një hierarki më racionale në strukturën e gradave diplomatike, forcon kriteret, nuk i lehtëson kriteret për marrjen e këtyre gradave, mundson vimësinë e statusit të diplomatit për diplomatët e karrierës që punësojnë në organizata ndërkombëtare, nuk bën testime ad hoc të trupës diplomatike, as të diplomatëve të karrierës apo të vjetër, siç u tha këtu, po flasim për një rivlerësim i cili është krejt normal në kohën kur nuk ka patur rivlerësim të tillë për vite e vite të tëra. Dhe pastaj kompensimi financiar, siguri financiare më e madhe për familjet e tjerë. Pra, është një ndryshim rrënjësor nga ligji i mëparshëm. Dhe ambasadorët ad hoc u përmendën këtu. Sigurisht që ambasadorët ad hoc, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ambasador ad hoc, shumë vende të Bashkimit Evropian kanë ambasador ad hoc, sepse ata nuk prevalojnë mbi ambasadorët e dekretuar nga presidenti, ata mbështesin atë, rritin nivelin e përfaqësimit dhe vetëm në kushte shumë specifike dhe në periudha të caktuara. Bëhet fjalë për shembull për Këshillin e Sigurimit. Shqipëria ishte antare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit. Ministria e Jashtme donte temronte një ambasador ad hoc në ndihmë të ambasadorit në Këshillin e Sigurimit dhe nuk e kishte mundësinë sepse nuk e lejonte ligji, apo mund të jetë në rastin e BE-s. Bëhet fjalë për periudha të caktuara kohe dhe misione të posaçme. Faleminderit.